Pra puna jote e parë ka qenë ndërtim. Për shumë pak, mos them 4 muaj. 4 muaj thjesht me pa, më mrapa. Kam përshtypjen që këtë e bënin shumë shqiptar. Shumë. Po edhe unë e kam bërë me gjithë zemrën dhe me ato njerëz që kam respektuar, kam shumë respekt, kanë qenë njerëzit më të mirë që mund të kem njohur nga këshilla sepse më futen. Çift që ku kuptohet, po them ishin edhe shok të vllajt. Po ken shok të vllajt, fusin në shtëpi, na hap frigoriferin, një shtëpi tatë, rrim mirë që punojmë me të. Ti kishe vetëm vllajin? Po, vetëm vllajin ato momente që ishte u bë një mbështetje. Po vllai im ishte punë tjetër, po vllai im ishte një punë tjetër që s'donte të mirë, aty ishte shumë e vështirë, thonte mirë, shkorri me këtë shokët e mi. Ke rritur në kontakt me këta, po themi shokët, miqtë e kësaj rrugës vështirë, ke më në kontakt? Po shumë. Po sepse nuk e harrojmë, edhe vinë më vizitojnë. Vërtet. Po, kalojmë shumë mirë. E kujtoni kohën e këtyre? Po, më shumë, kalojmë edhe përmendim shumë. Kemi edhe momente për shembull është një shok që kalojmë gjithë kohën edhe ka jemi Ismet si puna ime. Mendon që fati, jeta është çështje fati i destinuar për të qenë i tillë apo dua të të pyes pak për këtë mënyrën si sheh këto gjëra. Për shembull rrjedha jote e jetës, ka qenë fati yt që të shkonte kështu? Shive, ne që ka një gjë që mund të themi që ditën e parë që ne dalim nga barku nënës, fati është i shkruar nga Zoti i lartë që çdo gjë që mund ndodhet me mua, me ty, me tjetrin. Por është edhe fati nganjëherë që Zoti bën mrekullirat e mira, bën edhe sprovat e këqija, po nga sprovat njeriu bëhet i fortë dhe bëhet më të mira. Sepse jo çdo gjë mund të kemi kaluar se tani po të kapim janë sjellës. Por ta shohim Ismetin, do thonë që Ismeti ha se fush me lule ose ha se kështu. Po njeriu nuk e din me hyn në thellë në zemrën e dikujt që të dim se çfarë problemesh ka Adrini ose çfarë problemesh ka Ismeti ose sa të mirë ka Ismeti, sa të mirë ka dikush tjetër. Në jetë çdo njeri kalon, po njeriu mëson. Si nisi kjo marrëdhënie e jote me besimin? Unë vi nga një familje që gjyshi im ka qenë imam. Edhe gjithmonë besimi ka qenë që fëmijë. Deri sot, faleminderit Zotit, e kam atë besimin që të lutesh te Zoti është mrekullia më e madhe, edhe të pendohesh te Zoti. Unë lutja ime mëngjes që mund të bëj, ditë të them Zot më fal, edhe Zot më bëj që ditë kërkoj falje, edhe ditë them që të jam mirënjohës. Sepse sot do të jesh edhe mirënjohës ndaj Zotit, sepse sot gjithë mrekulliat që i kemi është fala ti. Është po themi tek fëmijët e breziri, se ka dhe shumë të rinj që po e përqafojnë apo e drejtojnë besimit. Është e pranishme kjo gjë apo? Po ka, shive unë apo është janë të lirë? Unë e kap në anasjellës sepse unë kur shkoj për shembull në xhami shikoj shumë rini, edhe shumë unë për shembull shoh rini që dinë edhe shumë, edhe bëhet zemra mal edhe kënaqem. E flasim anasjellës gjithë në xhami, po kam pa edhe rini shumë që shkojnë edhe në kisha, se çdo gjë unë respektoj çdo lloj gjë. Unë njeri të jemi human, të besojmë te Zoti i lartë është gjë mrekullia më e madhe për mua. I falesh Zotit rregullisht? Po, normal. Ka diçka, se do të para se të kalojmë disa tema tjera, ka diçka që ja kërkon vazhdimsi apo je falendërues? Lutja ime me e përditshme ose më e sinqertë që po të flasim është që është Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Kjo është shumë shkurt. Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Edhe më bë që të jem mirënjohës edhe falendërues për shembull që faleminderit për çdo gjë se kjo është më mrapa. Kush është për çdo një prindër, kush është Zot, mi bek ato fëmijët e mi në rrugën e duhur. Si ishte lidhja jote me kuzhinën? Si e nisa? Shive, unë që fëmijë ka pas qenë ndoshta ose jam dhe gabim unë, po nuk e di kush janë këto fëmijët e vegjël janë që të llastuar. Rri mas mamit. Vegjëlet e familjes, domethënë vegjëlet e familjes. Po, unë jam djali i vogël i shtëpisë, duke qenë një djali i vogël. Ju sa fëmijë jeni? 3. 3 fëmijë. Është vllai, është motra, jam unë. Po vllai me çonte nga 1 pound nga herë nga Anglia me ledhat. E kupton kështu? Po unë rria gjithmonë mas mamit, kur bonte tani, po flasim kuzhinë, ne kuzhinë tradicionale shqiptare. Nga veriu, nuk se kisha në kuzhinë, wow. Flasim, unë le ça thot njëri që shumë pak. Po kur bonte ndaj pilaf me gjalp, me mish, kur vishëm se po flasim edhe nga ja ekonomia që kishte,
i rria. Po kisha edhe këtë krenarin që shkonte në herë mami me babin me bërë qoka diku tjetër, i thosha do ta boj unë, edhe bosha e zisha pulën e gjak elementare. Pastaj nga kjo, kur kam ikur unë që gjithë shefave të mëdhenj të kuzhinës, ajo më mbrapa kulit kuzhina kur shkon me një pjesë që ti je në gurbet, ti shef diçka, ti thua wow, ika nga Shqipëria, po jam në gurbet, po ç'a ndodh këtu? Janë një zezë, një e bardhë, ti thua që këtu nuk ka as mama, as motër, as shërbetore, kuptimi që tani do të bësh, të lajsh rrobat, të gatuash, të pastrosh, edhe gurbeti ishte gjitha këtë që unë mbëri të bëm edhe më mirë si i vogli, vllai më tha. Po që ishte një domosdoshmëri. Normal që duhet bësh këtë gjë, vazhdoja të bëja unë një tas kebab se bonte njëri atë, u që e provoja, po të bën unë jam një tip që kuzhinën e dashuroj, kam qejf të krijoj receta, kam qejf të luaj me erëzat e freskëta. Nga jo gurbetit, nga ndërtimi që më tha vllai, tha, ngjota, më dëgjoi, tha, do ikish të lajsh pjatat, tha, të një shoku im që ka afër shtëpisë Leicester Square që vllai e ka shpinën. Okej. U mërzita kur ta tha? Jo, okay, jo, ai e din që ishte tipi natës, çun njëri kisha qejf sepse doja të bëja ty punë. Edhe të laje pjatat, edhe mas laje pjatave kur marroshe 1 metë gjysmë 2 metë natës, po marroshe më vonë, një se kështu tona do marroj 1 metë gjysmë, po 1 do marroshe, po u kisha një punë tjetër që punosha 3 orë që më dushin me mbledh gota nëpër klabe. Edhe më pëlqeu ajo punë. Flasim, isha i ri, energjik, isha. Do fitoja edhe po. Bravo, nga aty vazhdova. Po isha edhe arsye që ishte sepse të la pjatat, isha se unë isha regjistruar në shtet. Okej. Për azilant kisha aty, edhe unë s'u punoja dot ndërtim më sepse nga ajo shkolla ato më çuan edhe në shkollë, edhe po tipshin më men 50 pound në javë, tipshin për të ushqyer gjëra, më ndanë në shtëpi, nga aty vazhdova të laja pjatat. Pse nuk qëndrove në Angli? Kjo është një pyetje shumë kështu, atje do të kisha netur, por kur s'kishe letra edhe kur të merr malli që kishe vite pa parë familjen, do thoya që familja është gjë më e bekuar edhe i thash një mundësi edhe pse mos mbase Shqipëria ishte një vend që t'jepte më shumë mundësi biznesi. Në kuptimin që patjetër që ti je një sipërmarrës që tani po zhvillon bizneset e tua, a do kishe pasur të njëjtën mundësi po themi edhe në Londër, në Angli? Se di, ata s'mund t'jap dot një koment, si mund ta kisha pasur, mund të kisha pasur edhe më shumë, mund të kisha pasur keq fare ose mund të isha prapë sot punëtor. Nuk e di, nuk jap dot një koment të tillë. Je më shumë sot një biznesmen apo një shef kuzhine? Është një status që e ka bërë dikush me ironi, e kam parë me diku që është biznesmen ai shef kuzhine. Ç'a ndodh? Një shef kuzhine është biznesmen. Edhe nëse s'ka biznes është prapë biznesmen, sepse ke të bësh me kalkulimet që ti bën në përpjata edhe ti ç'a bën. Për shembull, po si një shef kuzhine që të menaxhosh se ti ç'a bën me një event, atëherë nuk quhesh një biznesmen. Vërtet ti mund të jesh kuzhinë, po unë ç'a ndodh? Mund të thuash ti me kaq shumë punëtor që kam unë, me kaq restorante që kam, a futem deri në kuzhinë? Po futem. Sot ishte një pyetje. Kjo ishte një pyetje që më bëri një miku im shpar, ishte te Deli Orgje që po hapim, edhe më tha mua, "A futesh ti në kuzhinë?" Edhe ku i tregova unë sepse tani unë nuk para bëj, kam qef bëj video që ja, jam të kuzhina këtë, po ku i tregova me kamerat që para ca ditësh kam qenë, unë kam një gjë që unë recetat çdo lokal që kam, si cere, si kazerma, si inc, si green coast, nuk del nga duart pa duart e mia. Mundom bëj maksimumin që futem, po unë tani nëse kam një person mbi 7 vite që punon me mua, atë e kam krah djath në kuzhinë. Edhe din se unë këto rregulla, çdo staf o menaxher që punon për mua e din çfarë rregullash kam.